zgjedhja e kryetarit kuvendit është detyrë kushtetuese e deputetëve. Dhe kanë drejt ata, për shkak të pakënaqësive politike që kanë me ofertën e pushtetit, ta braktisin me vullnetin e tyre këtë detyrë kushtetuese. Kjo është unë pres nga, sepse tash po bëj vesh një interpretim kështu paksa bukfal, nuk jam i prirur bëj interpretime të sofistikuara juridike dhe kushtetuese për këtë temë. Një po pres që mbi këtë sfond do të kristalizohet debati politik dhe juridik gjatë ditëve në vim. A je i obliguar të qëndrosh në sallë, sepse është pritet që nga ata në të kaluarën nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur që pritet nga deputetët që ta zgjedhin, sepse tani nuk e zgjedh populli. Është diskrecion autonomi deputetit, po. Po është mirë, po ata kanë aq autonomi të madhe që mund ta braktisin edhe këtë detyrë kushtetuese për hir të pakënaqësive politike që i kanë me ofertën që mund t'ua bëj pushteti, apo që edhe këto norma kushtetuese kanë kuptim nëpërmjet marrëveshjeve politike. Tash gjykata dy gjykime po. Ka thënë që partitë politike, liderët janë të obliguar të arrijnë konsenzus dhe kompromis. Në mënyrë që të kuptimsohen normat kushtetuese. Në dy akt gjykime. Në dy akt gjykime. Dhe gjykata ka këtë referencë. Po ndërsa tash këtu viçë përmenda kështu shkara si këtë lloj dileme, sepse kjo i takon një dimensioni tjetër akademike, teorik që vlen apo të bëhen analiza e punime kështu juridike se si duhet të kushtrihen kufijtë e njerëz, kushtrihen kufijtë e vullnetit autonom të deputetit dhe deri kushtrihen kufijtë e detyrimeve kushtetuese dhe roli i marrëveshjeve politike për t'i kuptimsu këto tri elemente që e rrumbullakojnë arkitekturën e sistemit tonë politik. Për sa kohë kishim bllokadën, gjykata ka thënë taksativisht. Në frymën partitë politike kanë për detyrë ta vënë zbatim rezultatën e zgjedhjeve për t'i formuar institucionet. Në frymë të marrëveshjes, partitë duhet gjejnë konsenzus për të mos lënë vakum shtetëror. Dhe duke që po tash jemi në një situatë ka mbetur në nivel të ligjerimit. Po që duket s'po na përshtatet kushtetuta e modelit Finlandës për realitetin tonë politik. Kushtetuta e Kosovës është shumë e avancuar në këtë kuptimin juridik e politik, është i bitemi kushtetutave demokracive perëndimore, por duket që realiteti ynë politik halos po mund të adaptohet me këto detyrime kushtetuese dhe këto po na ndodhin këto shkarje. Do thotë se çka tash nëse s'ka marrëveshje politike. Nuk janë komplementare me kostumin. Çka tash nëse s'ka marrëveshje politike? Nëse marrëveshja politike e kuptimson këtë trend juridik, çka nëse s'ka marrëveshje politike? Si duhet dalim prej kësaj e pyesim kushtetutën. E pyesim kushtetutën.